KMI, kompania e mishit e drejtuar nga Grigor Lengo e Spiro Lengo, që ka helmuar shqiptarët prej vitësh, pasi nuk i pagoi gjobën Blerina Gjylametit, doli në media për pislëqet që ka bërë ndër vite. Këtë radhë, AKU e zbuloi publikisht duke konstatuar shkelje serioze në sigurinë ushqimore. Gjatë një kontrolli të ushtruar në ambientet e subjektit, inspektorët sekuestruan rreth 738 kg fileto dhe gjokë spule, të cilat nuk përmbushnin standardet higjieno-sanitare. Nga verifikimet, rezultoi se produktet ishin trajtuar në kushte të papërshtatshme, pasi gjatë proceseve të ngrirjes dhe shkrirjes, mishi ishte vendosur drejt për drejt në dysheme. Po ashtu, ambienti i ruajtjes paraqiste probleme serioze, përfshirë praninë e mykut dhe ndrushkut, element që rrisin ndjeshëm rrezikun për shëndetin e konsumatorëve. Në përfundim të inspektimit, AKU tha se ka pezulluar aktivitetin e kompanisë deri në përmbushjen e plot të kërkesave ligjore dhe standardeve të sigurisë ushqimore. Ndërkohë, e gjithë sasia e mishit të sekuestruar është asgjësuar për të shmangur çdo rrezik për konsum publik.